ka paqartësi shumë rreth procesit dhe shumë ndryshe nga viti 2021 për faktin që atëherë kishim zgjedhje në të cilat dy kandidatë garuan së bashku dhe kishin atë duan të cilën e quajtën tiketa kundër korrupsionit dhe e kishin të qartë se cili do të jetë kandidati për kryeministër dhe cili për presidente. Kësaj here nuk ekziston kjo marrëveshje, marrëveshjet politike janë të kufizuara në kohë, sidomos kur kemi ndryshime kaq të mëdha dhe nuk është e qartë nëse Kurti dhe Osmani kanë një marrëveshje të tillë, së paku jo publikisht, dhe kjo e bën ende të paqartë procesin, sepse normalisht për forum do duhet edhe opozita, mirë po mbështetja vetëvendosjes për kandidatin për president është kruciale, me që ka 57 deputet në parlament. Ka lënë me qëllim, zoti Kurti ka lënë shumë pikpyetje në këtë proces dhe e kemi pa që Osmani së fundmi ka pasur një kampanjë politike e cila normalisht i bën më shumë fushat duke e portretizuar si një kandidate e cila megjithatë politikën jashtme e ka menaxhuar shumë mirë dhe partneritetin me SBA ka prononcuar më shumë se sa më herët gjatë 6 mujorit të fundit.